Mirëmëngjesi goca, mirëmëngjesi njerëz, mirë se keni ardhur në një video të re këtu te kanali im në YouTube. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Do thoni ju çka ke dalë këtu. Atëherë, sot është ditë e shtunë, se mos e gatroj ditët prapë. Edhe kemi rëmuj këtu, rëmuj këte, gjithanë rëmuj. Unë sot do ta nis vlogun duke bërë punët e shtëpisë. Thash pse jo. Dhe do shkon të shtëpinë sot, se u bë 2 javë. Unë fakt nuk e lën ndonjëherë 2 javë, zakonisht unë e shkon çdo javë shtëpinë, por sot, domethënë, e lash 2 javë se nuk e di se çfarë bëm javën e kaluar që më duhet që ta lija nëse është për zhulë. Thjesht jam e fiksuar unë se unë kam parë goca dhe kam dëgjuar që ka që njërën 2 javë, njërën 3 javë. Unë se di jam kurioze, ju sa herë shkon në shtëpinë. Shkon të shtëpinë me kuptimin që do televizin gjitha këto divanet, këto këndin e televizorit, çdo gjë. Tani, vazhdojmë mbledhim këto rajshet e Zojit, këto lodret e Zojit dhe unë kështu rri në shtëpi me rrobat e gjumit, nuk do rri unë tani të vishëm për shkundur shtëpinë, jam më rehat kështu, unë besoj se dukesh keq, flokët i kam kapur, okej, si për shtëpi. Meqense se sot është edhe, mos e shikoni diellin se është -3 ka qenë çfarë, -2, -1 tani më duket, dhe nuk do shkoj më shumë se 3 gradë, kështu që ne jemi në shtëpi sot edhe do e nisim vlogun duke bërë punët e shtëpisë, të shikojmë se çfarë do bëjmë tjetër. Kështu njerëz, tani të vazhdojmë me punët. The bicycle passes through the slanting sunlight of the grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. You bend down and pick up the sound of an acorn. The entire season suddenly takes on a shape. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the eaves. It is the scarecrow has subdued the entire sea of wheat. We run together into 2 lines of southbound geese. We plant laughter in the soil of the clouds. On the clothesline, the stars started dry. The persimmon tree raises lantern at night. You exhale white mist, practicing the strokes of my name. Frost flowers bloom on the morning breeze. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the leaves. It is the scarecrow has subdued the entire sea of wheat. We run together into 2 lines of southbound geese. We plant laughter in the soil of the clouds. When the migratory birds fly away, they leave behind all the clear skies. I use fallen leaves to fold into the shape of a letter paper. Hej njerëz, na u zgjua Zoi edhe kam futur këtu te koshi i vet. Sistemojmë këto gjërat këtu edhe me fshirje me larje mbaruam te këto 2 dhomat pak a shumë. Pastaj kemi kuzhinën, por kjo varet nga Zoi. Domethënë, s'besoj se ajo do rri, do ta bëj kuzhinën kur Zoi të flej gjumë më vonë, tani i bie mas 2-3 orëve, 2 orë e gjysmë, diçka e tillë. Gjithsesi, sistemojmë tani këtë këtu. Çfarë bën ti me mama? Bum bum bum. I send it to spring in the recipient field. I write the season. Ja ku jemi sërish goca, mbas 3 orëve, diçka e tillë, jo.
po, mbas 3 orëve, 2 orë e gjysmë kështu. Kemi për të pastruar kuzhinën tani, andej mbaruan, tani kemi kuzhinën. Në fakt, hangëm bukën me Zojin, unë bëra pak makarona. Zojt i bëra njëherë një gjatë, do me thënë hangi gjatë ndryshme se kur isha duke gatuar, nga që nuk rri, e ullë tek karrikja, i dhash pak bukë në dorë, edhe si duket ajo buka ja prishi pak urin, edhe unë i bëra pastaj makarona të vogla, të bëra vetë, mi ka dhe një shoqe ime, ja bëra me kungull edhe me patate të ëmbël, por nuk e donte. Ju kam thënë, njëherë Zoj ha, ndonjëherë nuk e ha, varet se si është, po ndoshta është kjo që ju pre pak ajo uria, se hangi goxha bukë të fatë. Edhe pastaj, kur u mbarova makaronat e mia, hangi dhe një 2 nga ato që janë kështu, kaq kështu. Hangi dhe një 2 nga ato, edhe ata gjellën që e bëra në fillim fare, ja bëra dhe pak me kos, do me thënë nuk është se ka ndejt pagar fare, por gjithsesi. Hangër bukë dhe tani, voilà, kemi për të sistemuar këtë rëmojën këtu. Kuzhina ime është një kuzhinë e thjesht, modest, por që s'ka probleme, rëndësi ka që të jetë pastër. Kjo këtu që shikoni është ajo për të mbajtur shishet, bidonat, si disi që unë jo, sepse këtu në Gjermani kthehen, dhe unë i fusim aty, e kam marrë me bashkëpunim këtë, tek Temu. Edhe është super e mirë, sepse edhe bidonat nuk duken edhe i ke aty, nuk i ke rëmuj. Tani vazhdojmë nga puna. Does not exist, return the golden color. The cricket counts the moonlight in the corner of the wall, while autumn always sits on the steps, counting the candy wrappers we left behind. Së fshiri këtu, edhe po shikoja goca, këta sa pluhur kam bledhur kjo, që kemi fshirë dhe më 2 dhomat e ndenjes themi, kuzhinën këtu, dhe nuk është se ka shumë pluhur, ta mendoj që unë kam 2 javë, se po e mendoja mirë që parë, duket se ju tha që vejnë 1 javë, 2 javë, nuk e di, në diçka e tjetë, është e 3-ta javë në mos gaboj, dhe shikoni pak, tani, nuk është shumë pluhur, këtu ndoshta duket ndonjë gjë, shikoni, s'ka shumë, edhe unë po mendoja, ai roboti që unë pas ka marrë, që e përdor gjatë gjithë javës edhe nga 2 herë dita, që fshin vetë do me thënë, fshi ka mirë, ta mendosh që, okej, këto janë më shumë mbas divanëve, se normalisht ai nuk futet, se divanët nuk janë shumë të lartë. Edhe qa është bërndoj pluhur sot, do me thënë nga dje mëngjes që e fshiva me atë, edhe jam habitur sepse fshi ka mirë ai roboti. Okej, më pëlqen kjo gjë. Jam shumë e kënaqur me ata, do me thënë, se tani është normale, edhe me këtë fshesën që unë përfshi tani, të fshish për dita, edhe mbas 2 javësh, 3 javësh të fshish ta shkundësh shtëpinë, normalisht do dalin këto. Por
Më pëlqen shumë ai roboti, ta doja ta thoja. Kështu që nëse keni mundësi, jo për reklam, blijeni sepse është super vlen. Por do ju thoja që ta merrni me dy fshesa, si quhet ajo, nga ato kokat që lëvizin, që ka pluhrat. Nuk di si ta shpjegoj tani. Nëse, por ja vlen. Tani të vazhdoj do laj këtu, se kam hallin e zoj, ta laj këtu, ta sistemoj. Kam gje peshkun aty për ta bërë për darkë për Ilirin, se unë nuk ha me. Kam dhe pak makarona aty, do ha ato. Peshkun nuk është se do shumë pun. Edhe të sistemoj këtu. Nesër pastaj, se sot vajtë vonë, nuk do do merrem. Nesër kemi dhomën e gjumit, edhe që ka ngelur dhoma e gjumit, pa koridori edhe banjo. Po nuk e di, do ta mendoj he banjën, do ta laj gjithë apo jo, se banjën e kam larë shumë shpesh me të drejtën, pavarësisht se këtej i kam bërë më shumë, po banjën e kam fiksim. Ta shikojmë, nesër do vazhdojmë me punët e tjera. Sot mbarojmë këto që kemi nisur, kemi dhe plurat për të marrë. Të shoh, do i marr sot, ose mund t'i marr dhe në darkë, kur të flej gjumë zoj. Pastaj nesër marr ato të dhomës tjetër. Nëse bëhe nesër, normalisht nëse nuk dalim. Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with a faint coolness and sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fairy red and golden. It's different from previous years because I left the big city and came to a small aty ka qenë zoj, normalisht është bërë pak, por gjithsesi është e rregullt. Këtu do i marr plurat në darkë, edhe prandaj nuk është se sistemova. Gjithsesi, ja ku janë këtu, edhe atje duhet që ta heq që të peshoren, do ta vendos të vendin vet, por paktën është e sistemuar, jo pis, ndërsa këtu s'kam që të them, lodrat e zojt, se sa të më rrinë në për shtëpi më mirë, e kam aty të ajo. Në fakt, kam menduar që ta heq këtë, se është super e madhe, është 2 me 1,80, por prap mendoj them, më mirë mos ta heq, se e di që i kam lodrat aty të mbledhura, edhe lozoj. E vetmja gjë që dua të bëj, është të heq të topat, sepse më duket sikur e pengojnë, kur ajo ngrihet në këmbë që vjen vërdall. Nga njëra them t'i heq, nga ana tjetër them e mbrojnë kur bie, domethënë. Nuk e di, gjithsesi. Edhe këtu është kështu, këtu do hekurosni 2 gjëra, edhe nuk e di, më thoni pak si i hekurosni xhupat. Nuk e di si ta hekurosni xhupin. Më thonë me një nap sipër, por unë kam frikë. Provova mre me kanatierën e burrit, me kanatierën edhe nuk e di, kisha frikë. Ose do ta lek kështu fare, do ta vesh derisa të shtrihet vetë. Gjithsesi, ja, është çdo gjë. Tani edhe kuzhina këtu është e pastër. Bufenë e fshiva nga jashtë sepse brenda është e pastër. Nuk kam shumë që e kam larë, edhe thash okay, pse ti hap vetes punë tani, është okay. Kështu. Edhe po ashtu dhe frigoriferi nuk është se kishte nevojë, edhe kjo kështu goca. Are so peaceful, feels as if I've been here, feels as if I've never been here. As quietly, everything seems to have happened, and yet seems
Përshëndetje goca, përshëndetje nga dita tjetër, sot është e diel, jemi qik shumë, si për shpi, ma dini ju, kur jemi shpi si rrim. Në fakt, si që lash mbrëm punët, të me thënë, se këtej nga dhoma kur rrim në kuzhinë, i mbarova edhe plurat mbrëm, edhe sot më kishte ngellur dhoma e gjumit, edhe atë nuk e filmova dot, por e fshiva, e lava, edhe kam sistemuar edhe robet e Zoit, se i hoqa disa, të shtrim që kështu që kam lodhë, i hoqa disa që Zoit nuk po i bënin me, plus ato që janë më të holla ja hoqa, se kot po i mbaja se nuk po ja vesh me, edhe i futa se edhe në verë, kur të filloj, dhe me thënë që të zbutet pa koha që t'jetë më ngrohtë, asaj nuk do t'i bëjnë, kështu që unë i futa me një vend. Do me thënë i sistemova, edhe tani sa po e vura në gjumë, sepse ishte zgjuar, edhe e kam larë që mëngjeset, Zoj u la, jam vetëm unë për të larë, por unë nuk larë dot pa i bërë punët. Kështu që mbarova me atje, kam vetëm për të marrë plurat, por nuk është se kam shumë plurat e dhoma e gjumit. Në falni, thjesht kam plura të pjesa e aty ku bëju make-upin. Edhe, kam dhe pasqyrën, po, kam që kam. Edhe, tani kam për të nder robe, sepse lava më shumë janë peshqirë. Kam për të vënë prap lavatrice, po, robet e Ilirit punës, pastaj kam për të larë banjon, do t'a laj se nuk mund të rri pa e larë, normalisht banjon. Dhe pastaj në fund do lahem vetë, që t'i mbaroj gjitha këto. Ndërkohë kam bërë edhe drekën, kam vënë fasule, jam bërë, edhe kur t'vi Iliri do ham drekë, edhe kështu, këtu thjesht ka nevojë pak për sistemim, ndoshta i jap edhe një makinë kështu sa për një makinë, domethënë një fshirje, një fshes sa për merak. Edhe kjo ishte dita e diel, të shohim nëse do dalim sot, edhe pse sot është shumë ftohtë. Nga ora 5 e ka thënë që do biri borë. Kështu duket ka dalë dielli, por është shumë ftohtë, minus 2 a 3 sa ishte. Por ndihet më shumë normalisht, edhe të shohim. Me qef e kisha që të dilja sot, të shkoj në për këto tregjet e Krishtlindjeve që quhen, por nuk e di, të shohim, se po që shumë ftohtë kam hallin e Zoit, edhe pse mund ta vesh, marr dhe një batanie për siguri, por me kismet, edhe Zoit goca nuk u kam treguar, i ka dal kici i parë. Në fakt i doli dje, ishte bërë gati, një herë u bëi bardhë, pastaj kishte 2 ditë që i dukej si mish, ndërkohë do me thënë që kishte dalë dhëmbi, po mishi sa të plaste, edhe dje i plasi, i doli pak si gjak, u bëra një merak, pastaj kur thash jo Romilde, është ajo pjesa. Edhe pastaj kur hengri drekën ajo, si duket tu heng, unë i dhash edhe u pastru, do me thënë, i ka dalë tamam tani pak, i duket, do me thënë, pjesa poshtë, si që dalin dhëmbët. Kam qef t'ja shoh, por nuk të le, me zorë, nuk le t'a shohësh. Edhe doja t'i bëja një foto, kështu, si dhëmbi i parë, ma e këpton jo, por nuk të le, me zalla se të le. Edhe kështu, shqyr inshallah i shkon dalja dhëmbëve mirë, se dhëmbi i parë, shqyr Zotit i ka dalë, do me thënë, nuk e se ka pasur shumë grindje, ka pasur ato grindjet e veta më shumë natën, që qoheshe më shpejt, por mos qahem shqyr mashallah, se mos e marrë sysh, nuk e di tani si do shkoj me të tjerët, as temperatur ka pasur, edhe për të ngrënë ka ngrënë si normalisht, shqyr Zotit, edhe inshallah vazhdon kështu tani, nuk e di si do jenë tjerët, inshallah nuk e mundojnë. Edhe kështu njerëz, se di tani, tani do të shkoj të ndej pak robet, edhe do vendos lavatricën tjetër, por nuk e ndej sepse banja është ngjitur, por muri ndarës, me thënë që është dhoma e gjumit, edhe aty është krevati Zoit, edhe nuk dua ta zgjoj për asnjë mënyrë, se dëgjohet shumë goxha.
thjesht i begati tifos, por tani duhet të shkojmë të ndejmë robet edhe pastaj do shikoj do haj qik drek, po se erdhi Iliri valla jo do ha se s'kam ngrën. Sistemoj në një gjë kështu edhe të shohim në vazhdim se çfarë do bëhet. Hej goca, përshëndetje. Tani jemi mbas dite. Mbasditja e ditës diel gjithmonë dhe do dalim, do pim një kafe dhe do shkojmë te këto shtëpijat e Krishtlindjeve. Shtëpizat e Krishtlindjeve, tregjet e Krishtlindjeve, nuk e di si i quhen ju. Dhe kështu, ndryshojmë pak ambient, domethënë. Të shikojmë se si do jenë bërë, se nuk e kemi parë me thënë të drejtën. Këtu nuk është se ka shumë, por aj sa ka, të shkojmë të shohim. Do veshim këtë kostumin që unë nuk e kam veshur asnjëherë me të drejtën, që e kam marrë në TikTok Shop. Është kështu, është goxha e ngrohtë, edhe do ta vesh po me këto getat e trasha, që janë jo me atë qimen e gjatë, nuk e di dhe nuk më pëlqejnë ato, por këto janë kështu, janë shumë të trasha. Dhe të shikojmë që do veshim në këmbët edhe sipër. Si fillim, vesh këto, duhet bëj edhe shumë pak do bëj make-up, thjesht lyj çik shërpikët, çik blash edhe buzët kaq. Se nuk është se sa do rrim, domethënë. Ti veshim këto tani. Unë i vesha goca dhe se di si duket aty, por mua më pëlqen. Tani kështu, domethënë. Mendoj të vesh edhe xhupin kaf të gjatin, ta thyej pak të zezën, edhe nga këmbët të shoh. Ndoshta vesh ato kafet, ato do të më shikoni kur t'i vesh. Tani do bëj pak make-up edhe do kthehemi sërish. Filloi bora! Zoj, shikoj mama po bie borë, shikoje! O t'lit! A ti shikoj me mamin borët. Goca, jam gati. Edhe ky është outfiti, kjo është veshja. Nuk e di si duke me aty në fakt, por ja, mirë, thjesht, nuk është ndonjë gjë kush e di. Nuk duke me aq mirë këtu, nuk arrit ta shoh veten tamam. Por është kështu. Me këto çizmet kështu. Dhe këtë xhupin. Nice. Tani dalim ma vash... Do të shoftej. Zoj, ti nuk do rish aty. Do të zëri mami. Si më shë. Joj, o që shkuta. Do që gëzoj këshu, mama? Jeta mami. Do li lami goqës? Do li... Përshëndetje njerëz, përshëndetje goca, nga dita tjetër. Sot është e hënë, edhe dita ka nisur pak herët, me Zojën nis gjithmonë shumë herët në fakt. Por siç e keni parë edhe te klipi që kam treguar, ne ishim sot tek doktoresha e Zojit, edhe do thoni ju pse. Zojit i kanë dalë dhëmbët, edhe doktoresha më pati thënë atëherë që kur ti dalin dhëmbët, më falni, duhet t'i tregoj, edhe duhet më tregonte, do me thënë, më shpjegonte më sakt për pjesën e vitaminës D që merr Zoji,
se më duket se është kështu ose duhet marrësh vitaminë ose duhet që të lash dhëmbët me një pastë të dhëmbësh që është ndryshe. Nëse nuk është se kuptoj ta është mirë, por kur të shkoj te doktoresha te takimi radhës, do ma tregoj qysh. Gjithsesi, unë shkova atje, kam ndetur 2 orë, nuk e di, për zotin këtu është shumë acaruese kjo pjesa e të marrit në telefon, të këtyre çdo lloj gjëje që të marrësh në telefon, sidomos për pjesën e mjekësisë, do rish 2 orë në telefon, do të gjosh atë sekretarin, atë muzikën që ato vendosin dhe me fat po të përgjigjen një herë. Dhe do thoni ju jo se s'kan kohë. Unë kur isha atje ato ishin plot atje me sekretare dhe nuk do t'ja din më, nuk e di për zotin ta sarojnë, është kjo e mi kod ndonjëherë në Shqipëri, sinqerisht. Gjithsesi, ndoshta nuk është kështu në të gjitha. Çfarë bën mama? Unë e vrikos me atë ujit. Edhe nejse, u detyrova, thash po shkoj atje sepse Zojti ka ndalë që ka 2 ditë, 3 ditë dhe ka dia. Do vazhdoj do marri atë vitaminën D që ka marrë për herë Zoji, është kjo. Prej dua të tregoj. Me florid. Kjo. Edhe do vazhdoj të marrim këtë, domethënë, me këtë rast morëm dhe një tjetër. Edhe kështu po që ma acaru që pikë të mëngjesit, sinqerisht për zotin, nuk e di domethënë, nuk e di ç'a bëhet, nejse. Nuk e di tani, Zoj nuk të lem me thënë të drejtën dhe asaj nuk është se i duken shumë ato dhëmbët që t'ja laj pak, ajo ma ngojën mbyllur qanë se ne do t'ja shojnë. Edhe do t'i marrë një furç, po e di që nuk do mund t'ja laj dot, gjithsesi. I ka dalë një lart edhe më po vëre që i ka dalë dhe një poshtë, po më duket se i ka nisë dhe një tjetër prapë poshtë. E ka si të bardhë akoma, tani do i shpërthejnë si duket gjithë, po shqyr zotit e ka me të mirë, do me thënë nuk është se ka temperatura, po gjëra kështu që mund të ketë që japin dhëmbët. Dhe, me qenë se ne dolëm sot, se nuk ishim, jo, ne dolëm edhe mrem ishte? Po, mrem dolëm. Dolëm sot, se nuk është se ishte edhe shumë ftohtë, edhe pse ishin temperaturat ulta, por ndoshta sepse u veshëm. Edhe vajtëm pim një kafe, pastaj dolëm pak aty nga qendra tregtare. Nuk është se blem ndonjë gjë, rroba apo gjëra kështu se kemi aman. Unë ktheva pak tek DM-ja, DM-i thamë kështu. Edhe mora një nga këto për lavatricet. Mora një shampo si kjo goca, nëse e shikoni këtë shampon, kjo është super për zbokthin, kjo. E vetmja shampo që mua më ka bërë punë këtu në Gjermani, nuk e di pse, por kam dëgjuar që shumë njerëzve u ndodh kjo pjesa e zboktit, ndoshta nga ndrimi i ujit, ose nuk e di, por unë me këta kam gjetur shpëtim. E kam dru dhe njëherë kam marrë atë shampon gyll si e ka ajo, por tani kanë dalë disa versione të reja, edhe ishte njëra me atë lulën e blu që unë e merja më përpara, ishte paka shumë dhe kjo tjetra, por prapë nuk më bëri punë, madje mu bë koka më shumë zbokth, më hante, nuk e di, e kisha shumë keq para disa ditëve. Dhe vendosa ta marr sërish këtë, pak e shtrenjtë, por thashë Milda s'ka si, ç'ti bëj, do maj flokut ashtu, ta koka një herë sikur ke morra ose mirë që është e bezdisshme, po dhe të dhëmb kur e prek. Edhe mora këtë shampon, e mora në versionin e madh. Ta tregoj edhe një herë, për ju që ndoshta doni ta merrni, ja ku është kjo goca. Është super, ua super rekomandoj. Se kam përdorur flas vet nga eksperienca, madje edhe motra ime tani që se edhe ajo këtu është, edhe ajo ka pas probleme, edhe asaj ja kam sugjeruar këtë dhe ka gjetur shpëtim kur i thon. Mora një të DM-ja nga këto me miell me misër, jo me grur, që nga trova. Bio, që mora tjetër, mora një ujë për Zojën që se kam këtu për momentin, është aty, dhe mora këtë qumshtin. Atëhere, unë se di për juve, por unë kam Zojit për shembull kur i bëj biskota, ndonjëherë në mëngjes, ose kur dua t'i zjej atëja të shërën, ja zjej me qumësh, edhe mora këtë versionin e këtij Mi Lupino,
se i pata marrë nga ato të voglat të asaj firmës tjetër që ajo 200 ml, 2 euro gati edhe kur po e mendoja, tani okej, se nuk është i llogarisim, tani dhe duhet i llogarisim, edhe se i llogarisim shumë që marrin, por përderisa dhe kjo është goxha e mirë edhe pash që nuk ishte shumë tek rafte, do thotë që ishte e bler, do me thënë e blini njerëzit. Prapë, unë nuk është se Zoj pi qumësht unë, thjesht to e dua për ato që u thash çfarë, për të zjerë të shërën edhe për me biskota është e mirë. Edhe është nga 1 vjeç, Zoj, zero se është 1 vjeç, e mora këtë edhe kështu. Këto ishin ato që morëm, me Zoj s'kemi marrë gjë tjetër më prit. Po, këto nuk kemi gjë tjetër. Tani na ka ardhur një pako, ta hapim së bashku, apo? Unë gjithmonë e them që dua të tregoj të gjitha gjërat, por e di çfarë do bëjmë neve. Që do bëj unë, domethënë. Sot me shumë mundësi do rregulloj pak atë pjesën e të dollapi të rrobat e mia, sepse i kam varur aty me të trasha, me të holla edhe ato të hollat po zën vend kot për momentin. Nuk na duan me punë se këtu me këtë ftohtë vallai nuk vishën ato, sa do t'i veshësh me xhup prap e ndjen atë ftohtësinë le të themi. Kështu që unë do t'ua tregoj të gjitha pastaj, inshallah nuk harroj, të gjitha pastaj ato gjërat e reja që kam marrë, se i kam disa dhe me etiketa se kam veshur akoma, edhe t'ua tregoj një herë mirë se çfarë kam marrë. Kështu. Tani Zoj ka fjetur pak jashtë me thënë të drejtën. Unë i dash për të ngrënë kësaj, kishim pak, i kam bërë këtu, tërshër, boronic, kungull, Hokkaido, si quhet ajo, edhe karot. Edhe e pëlqeu Zoj, se kishte goxha këtu, e hëngri. I dash edhe ujë, plus andej kur isha, i dash një banane, unë i marrë gjithmonë Zoj diçka me vete kur dal, nuk është se e lese, jo, fëmija është, plus ta hutosh, plus do t'haje. Edhe tani do rrim edhe pak, edhe do t'a vëm në gjumë, se e thash që ajo fjeti pak, si kur e prishi pak atë gjumin edhe kam hallë se nuk do fleri tamam, do të çohet, kështu që më mirë t'lodhet edhe ma voneve. Tani unë po i mbyll sepse edhe bateri nuk kam shumë, ta vete telefonin në karikim, ndërkohë nusën e kam vend të fshi pak t'laja dhe nga doma e gjumit, edhe do sistemoj këtej ndonjë gjë që ka për të bërë, edhe kështu, për darkë të shoh që do bëj ndonjë gjë, por që... Që keme mama? Me dritë? Edhe kështu... edhe kështu goca. Ndoshta kjo do jetë video e fundit që do bëjmë, jo video e fundit, por do me thënë video përpara se të bëjmë vlogmas, do mundojmë që ta hedh, edhe do bëjmë vlogmas. Unë nuk është se e di mirë datat se kur fillojnë, se kam parë që disa kanë filluar më herët, kam parë disa fillojnë me 1 dhjetor, edhe unë kam menduar që ta filloj me 1 dhjetor. Dua që të blej dhe një advent kalendar, që të jetë do me thënë pjesë e vlogmas, që të hapim çdo ditë nga një, mendoj se do jetë interesante. Edhe i kam disa ide të mia se si t'i bëj vlogmas, do me thënë, të bëj ndonjë gjë të re që të bësh, se këtu me këtë kohën që është tu njerëz nuk është se ke mundësi që të dalesh shumë, edhe që të tregosh diçka ekstra, se Zoj na bërë me ujë. Vetëm po dole ditën, sepse mas dite vonë edhe ndarkët është shumë ftohtë, kemi ne ftohtë, jo me këta të vegjlit. Edhe kështu kam menduar për këtë pjesën e vlog. O Zoj mamit, kështu kam menduar për këtë pjesën e vlog. Çfarë të bëj? Pijata e keni parë që të biberonin që ka atë pipën dhe e thith, ka qef, e shtyp kështu që kur këtë, ka qef kur e bën kështu që i ikën ujë. Ka qef në lagi kjone. Mëj ti! Ti dallavere ti. Mos më qesh mo. I ka tani njerëz sot më fikë dhe telefoni. Goca, qa bëni? Do thoni ju, ti çfarë bën? Unë çfarë bëj? Prisni, se va tregoj tani çfarë jam duke bërë. Thash t'jo marr toko për rregulloj këto rrobet, hapo mëj ti, ashtu. Edhe, me qenë se ju thash që do i tregoj paka shumë gjërat që kam marrë së fundmi, me qenë se jam duke i rregulluar, do rregulloj, do sistemoj vetëm to këtu,
Kjo këtu në fakt, këto e di duhet i palos pak më ndryshe me thënë drejtën, po e keni parasysh ato çarçafët që janë me elastike kështu, i kam shumë inat kur palosen, janë të mirë për dyshekun, por për palosje kam shumë inat. Këtu janë xhinse pantallona të tjera, të cilat mua akoma nuk më bëjnë tamam, edhe i kam lënë aty, domethënë që kur të dobësojmë dhe pak kam. Këtu tani janë robet e mia. Këtu, edhe ka edhe këtu poshtë, po këtu poshtë zakonisht kam vendosur xhinset e tjera dhe këtu janë të gjitha kostume që janë kështu gjërash. Në qoftë se gjë kam Zoin këtu në dhomë që është duke më shoqëruar me të bërtiturat e saja. Më falni, tani goca, e di që do bëjmë ne. Këto që janë më të holla do t'i nxjerr një herë dhe pastaj t'ju tregoj çfarë kam marrë së fundmi. Këto të tjerat s'është nevoja. Tani, këto të holla duke qenë se nuk do vishën, se nuk është me aq ngrohtë. Okej, me xhup do thonë jo dhe mund t'i veshësh, por jo më s'kam dërmend të thaj. Edhe kjo është e hollë, më falni. Tani, këto këmishat unë edhe mund t'i lë këtu, sepse këmishat i kam qef edhe t'i vesh me triko të tilla, për shembull, që i vesh lart që duket ajo pjesa këtu e këmishës, edhe kam qef këto. Prandaj më mirë po i lë këmishat këtu, po marr edhe këto të bardhat, se kam edhe të bardha, se nuk i dihet, mund t'i dua për t'i veshur me triko, siç u thash. Nuk është se dy janë. Ky është një kostum tjetër sportiv që është i hollë shumë. E heqim dhe këtë kështu. Marrim edhe këto dy varset. Tani, edhe kjo është një nga ato që unë kam marrë së fundmi në TikTok Shop. Është kështu. Në fakt është këtej, edhe kjo edhe kështu pak si varur. Por është material, është materiali i butë goca, keni parasysh, është shumë materiali mirë. Dhe do ta vendos këtu. Do filloj pak më të hollat deri me më të trashat, të themi. Tani kam edhe këtë këmishën e zezë, nuk e di, mund të ketë dhe gjëra që ua kam treguar, por gjithsesi po i tregoj edhe një herë. Është kjo këmisha e zezë që është goxha e gjatë edhe është këtu e qarë. Që edhe këta mund ta veshësh me triko më të trash lart. Zoj mamit. Tani. Ajo thashtë është pak më e hollë. Tani unë nuk është se po i vendosh si mas ngjyrë, sepse i kam ngjyra të ndryshme, kështu që po i vendos aty. Edhe kjo është që mund ta veshësh me xhup, që me vërtet duket është e hollë, kështu po është material që të man ngrohtë, është elastik. Edhe kam ndërmend ta vesh këta, ta kombinoj, kështu që më mirë pa i lë këtu. Tani, çfarë kam dhe një gjë të hollë tjetër, po. Edhe këtë trikon që se dia do ta vesh. Nëse, është edhe kjo që këta janë të hemes. Këta lë këtu një herë. Tjetër. Kam marrë këta në TikTok Shop. Glit! Këta në TikTok Shop që ma kam pëlqyer shumë me thënë drejtën. Është kështu, duket e thjesht, por është e lezetshme. Por se besoj se mund ta vesh me këtë, sepse është e hollë. Okej, është që ka atë, po ta lë aty një herë, nuk jam shumë e sigurt nëse do mundem ta vesh dot me përsi 10. Tani, këto janë triko. Po që kemi mama? Këto janë triko të leshta tani. Këta e që këto janë triko të leshta. Këta e ka marrë në TikTok Shop edhe këta me bashkëpunim është shumë e mirë, shumë e ngrohtë. Edhe këta po e lë këtu. Këta ka marrë këta në TikTok Shop. Jo, do me thënë, është edhe kjo në TikTok Shop, po kjo është e halarës, që vërtet goca, sinqerisht, tua them këtu, unë e kam thënë kudo. Robet e halarës janë shumë të mira. Shikojni pak se çfarë materiali të mrekullueshme që ka. Edhe kush ka mundësi për të bler diçka të mirë, ta blej aty se vërtet ja super vlen.
e them me zemër, a them shumë sinqerisht këtë gjë, i ka super të mira. Kjo është e Halarës, nuk është kineze ose kështu, këto më duket janë amerikane, angleze, diçka e tillë. Edhe këto shesi në TikTok Shop, nuk është e thënë që kush shet në TikTok Shop duhet jetë me do mos kinez, mall kinez, se ka dhe mallë kinez që janë shumë të mira, flasim atë që është, por kjo është nga nuk janë kinez dhe i kanë robet shumë të mira, nuk e di. Nëse keni ndërmend të blini diçka, për shembull, e kanë thënë edhe në TikTok, nëse doni të shkoni të blini në Zara e zem, ose nga i ka 100 herë më të mira se Zara, se se Hermes, se Bershka, që janë këto. I ka super të mira. Halara flas. Edhe këta e kam marrë në TikTok Shop. Edhe këta mendoj e vesh me këmish poshtë. Mund t'i kem treguar edhe më përpara, këto nuk e di. Këta jo. Edhe këta po në TikTok Shop e kam marrë. Këto u bën sa kohë që i kam marrë këto të dyja. Edhe këtë të trashën, edhe kjo shumë e trash, dhe këta në TikTok Shop e kam marrë. është materiali trash. Dhe kjo është e Halarës që më ka ardhur, më erdhi dje një pako, i kam dhe këtu robet. Dhe është si këtë xhup, është xhup kështu domethënë. Që hapet, është shumë kështu, është elastik. E di, duket sikur tha mami, ku do të vej ty e i tha. Bënte që të shkoj me të dhe sa bukur më rrinte. I do të jetë videot në TikTok. Nëse shkoni, shikoni, atje do të shikoni. Edhe më e bukur e këtij, di kush ishte? Që ky mund ta ka një brenda këtu, si tip cope, elastik, edhe e mbledh atë, edhe e fut e bën kështu si ato jastikët që majnë kur u votojnë. Fiksa shu bëshë. Zgjedhje e zgjuar, domethënë, mund të marrësh një gjë shtesë edhe duke u votuar edhe në kokë. Në qafë, domethënë. Tani, ky është kështu. Këta do ta lëm këtej në fund. Këtë kostumin e lëm këtu. E lëm këtu këta. Okej. Këto janë kështu fustane, edhe ky fustan, këto janë të hollë. Këto që janë të hollë, unë do t'i lë këtu në fund. Okej, këti në fund kam ato që janë të hollë. Dhe do fus po ashtu këto tjerat që janë të holla, që edhe zoj, edhe ndoshta mund t'i vesh, nuk e dihet, por edhe tale. Por edhe mund të mos i vesh, kuptoni se varet, kur është shumë ftohtë vallai, i lëm këtu më mirë. Unë nëse do mushet kjo, mund të zbres edhe poshtë te xhinset, gjena i vend aty se kjo fillon mushet. Edhe këtë kostumin ta lë këtu. Këtu kam edhe fustane që mund vishen tani që janë të trasha. Edhe këtë ta lëm këtu. Kjo është e hollë, shumë e hollë, të besoj se e vesh tani, kështu që e lëm më tutje. Edhe ky kostumi, po ky është nga Vogioni. Vogion po, Vogion jo. Vogion po, të thënë realitetin, se unë flasë atë si që është. Ka edhe materialet mira, por ka dhe jo të mira. Ato me sa kam vënreu, tamam janë mallra kineze. Mund t'jenë pak përqindje më e mirë se sa të shenjit, themi. Po të them vërtetën, tani varet se çfarë qëllon, por që nuk është ndonjë gjë kush e di. Me pak fjalë. Prandaj kur të blini atje, bëni kujdes, i shikoni shumë mirë. Do thoni ju, po ti kështu po e heq ata mundësinë e këtemi klientave, ku diun se unë edhe i bëj reklame kështu. Tani, unë flas atë që është, se s'kam se t'ju gënjej. Tani, këto kanë ardhur nga Halara, si që ka... Shikoni pak që streqi që është goca. Se nuk e di këtu, ndoshta edhe nga drita, se s'kam dritë mirë të kjo dhoma, është e ullët, nuk duke daj shumë. Këto streqet janë nona fare. Janë shumë të mira. Nuk janë, se unë kam dhe streqet tjera të Halarës, nuk bëhen me gjunja, po e keni parasysh që të rinë si të varura, janë super të mira.
Fus edhe këtë golfin, që do shta e vesh ndonjëherë. Kështu që unë po i them atë si ç'është Goca. Po ti heci vete? Po Zoj, hece me mama? Zoj tani është në një fazë që të kënaq fare. Kam ndonjë gjë tjetër për të futur këtu? Jo. Okej, po ju tregoj edhe këto tjera që kam këtu dhe po i mbyll se do ju sistemoj edhe këto. Shoh nëse kam ndonjë gjë tjetër këtu për t'ju treguar. Po s'besoj. Është dhe ky fundi që më ka ardhur së dje nga Alara dhe më e bukura e këtij fundit është që është kështu si me brek të shkurtra poshtë, je e sigur do me thënë, Goca, jeni të sigurta që edhe nëse, ku e di unë, gabimisht ose kështu, mendoni se ju del diçka, jo. Ky është shumë i mirë. Dhe këto të Halarës, nëse juve për shembull jeni 38, 40, i merri 38-a numri, sepse janë lastik. Kjo është e mira se janë lastik edhe të tregojnë akoma dhe më të dobët, i përshtaten çdo lloj mase, edhe ato që janë, themi, më të shëndosha, do ndihen më mirë kur t'i veshin, se vërtet i mbulojnë defektet, janë shumë të mira. Edhe këto nuk janë xhinse, kjo është lastik edhe kjo si stretch, por është në ngjyrën e xhinseve. Dhe këto ishin shumë të bukura. I kam bërë video edhe këtyre, janë kështu, me këtë detajin këtu, shikojni, që rri këtu kështu. Mua më kanë super pëlqyer. Nuk janë shumë të trasha këto me thënë drejtën, kur t'jetë koha pak ngrohtë mund t'i veshësh. Gjithsesi, vera do vi prap, koha do ngrohi prap, kështu që na duhen. Ose ju që jetoni në ndonjë vend që është më ngrohtë, pse jo i blini. Dhe të tjera që më kanë ardhur nga Halara, janë edhe këto, si janë si tuta, si pantallon tut. Janë kadif, por është një kadif goxha e ngrohtë me thënë drejtën, nga ato që unë kam marrë herën e para, nuk e di se kur, që i kam aty kafe. Ato janë të holla, kurse këto janë të trasha. Dhe këto janë prerje ndryshe që rrinë akoma më bukur, me xhepa, shikoni pak. Shikoni pak, janë pak të gjëra, por s'ka gjë. Unë në fakt kam nevojë për t'i kthy pak, se janë i shkurtër. Edhe janë kështu janë. Është si, nuk e di si duket aty, është si vishnje, si ngjyrë gjaku, diçka e tillë. Kam menduar ta vesh me atë, me këtë, domethënë. Me këtë. Po kismet. Dhe këto, tjetër. Çfarë më ka ardhur tjetër nuk e di tani me thënë drejtën çfarë më ka. Po, më kanë ardhur edhe nga këmbët një palë çizme të gjata, domethënë poshtë gjurit. Duke se kam treguar unë ato. S'ma i mend tani çka kam treguar, çka s'kam tregu. Atlete. Nejse, edhe doja t'i tregoj një herë rrobet në fakt, se çfarë më ka ardhur së fundmi. Drita mamit. Por këto janë. Çka ka Goça? O drita ime. Por këto janë Goca, këto janë pantallonat që unë i kam pasur. Jo me mamënja, unë tani po iki, sepse edhe Zoj nuk po rrin. Fakt duhet sistemoj aty, po vajti ora 8 edhe kjo. Në orën 8 ka gjumi, kështu që ato ngelin për nesër. Për t'i sistemuar ato pjesën poshtë, këto. Gjinset që janë këto ti. Nesër, kur t'jetë Zoj edhe më mirë, t'jetë tamam kështu. Që sa po t'jetë gjuna gjumi më mirë, do sistemoj dhe këto. Edhe për sonte ju them, i ka mamija, më jeta ime vogël ti. O drita mami ti. Që ka Goça? O do ta ha të gojen. Të ta ha gojen e bukur. Natën e mirë për sonte. Hej Goca, përshëndetje nga dita e tjetër. Sot është e mërkur. Edhe si rrallë herë, unë po ju flas shtrirë. Unë asnjë video nuk e kam shtrirë me thënë drejtën. Më falni, nuk preferoj që t'i bëj video të shtrirë, nuk e di, nuk më duket mirë. Edhe as këtu, as në TikTok, as në asnjë rrjet social. Gjithsesi, sot është e mërkur, si që thash, edhe unë nuk kam filmuar as edhe një gjë që kemi bërë sot. Në fakt nuk është se kemi bërë ndonjë gjë.
kemi ndetë vetëm në shtëpi, por as nuk kam filmuar sepse gatova. Njëherë po e mendoja, thash të filmoja, po nuk se kam pas atë, të themi, dëshirën e madhe, do thoni ju pse. Besoj se keni marrë vesh, sepse kudo që të futesh, Instagram, TikTok, Facebook, ku di unë, kudo, flasin për vdekjen, ndrimin e jetës së shpat kasapit, edhe nuk e di, na ka bërë shumë kështu, shumë të futur në mendime, trishtuar të themi, sepse nuk e di, unë mua më ka prekur shumë kjo gjëja. Unë kështu tip jam, me thënë drejtën. Jam tip i ndjeshëm, i përjetoj pak si shumë gjërat. Gaforët ndoshta e kanë këtë gjë, po tani edhe më shumë që kur jam bërë nën, domethënë, akoma edhe më shumë, edhe ato mendimet, e kuptoni ju si janë. Edhe se di, o Zot, them vetëm shëndetin të kemi o njerëz. Bëni mirë, bëni vetëm mirë, se ja, asgjë nuk merrni me vete. Nuk e di, sot e kam pas gjithë ditën mendjen atje, këto kohë të fundit shumë vdekje, shumë po dëgjojmë. Nuk ishte asnjë javë që edhe kam dëgjuar vdekje tjetër, domethënë, po çuna të rinj. O Zot, kur i thon ba dorën. Nuk e di o njerëz ç'a po bëhet kështu, por di vetëm që duhet të bëjmë sa më mirë. Mos të bëjmë keq, mos kemi zili nate, se as njeri nuk merr as edhe një gjë me vete. Edhe s'kam pasur shumë kështu, shumë nerva për të filmuar sot, me thënë drejtën. Edhe sot e kisha bërë plan që të bëja mbylljen e vlogut, edhe do ta mbyll sot, sepse të hënën, me qenë se fillon është 1 dhjetori, po mendoja që të bëja këtë vlogs, ta filloj nga e hëna, nga data 1 deri me datë 25 dhjetor. Edhe, sot është data 26, kështu që nuk e di kur do ta postoj këtë, do ta postoj do të sonte apo nesër. Edhe 3 ditë kohë ka sa unë të përgatitem, të themi. Edhe sot nuk filmova, me thënë drejtën, sepse kemi qenë kështu, qa do të hapesh aty, të dalin ato, të dalin këngët e tia. O Zot i madh, gjuna, sinqerisht shumë gjunaj në një moshë aq të vogël, me një fëmijë, sapo nuk e di. O Zot na lejo të shijojmë fëmijët. Po kjo gjendja kështu të mërzit shumë, më njerëz. Unë nuk e di, fiks që kur bëhesh nën, të vinë vetëm mendime të këqija, të themi ndonjëherë në mendje, ose edhe sado unë jam një njeri që mundohem që t'i kaloj me pozitivitet, jo, me kështu, qa më donë, t'i kaloj, do me thënë, t'jem optimiste, e kuptoni, por të vjen shumë keq, të mos për atë fëmijët, këta prindrit shumë me fëmijët, o Zot i madh, për çdo njeri të vjen keq fundja, po nuk e di, o Zot, lutem për Zotin çdo ditë, duhet t'i themi Zotit çdo ditë faleminderit që jemi në jetë, faleminderit që kemi shëndet, se këto kanë rëndësi, sot as edhe një gjë tjetër. Me gjërat e tjera njerëz, kemi s'kemi, do ja dalim si do ja dalim, se nëse kemi shëndetje në rregull, jemi okay. Duhet themi faleminderit që kemi jetën, që shumë shpesh e harrojmë këtë gjë, duke menduar gjërat e tjera, duke menduar që Zot pse për shembull nuk bleva telefonin e fundit, pse nuk, këti unë gjëra koti ndonjëherë, sinqerisht. Në vend që të themi faleminderit që jemi në jetë, çdo ditë duhet ta themi këtë gjë. Gjithsesi nuk dua ta zgjas edhe shumë, se nuk e di fare qa është filmu, qa kam filmu, qa s'kam filmu. Uroj t'ju pëlqej ky vlogu, ndoshta nuk është shumë interesant, por
Do mundojmë që vlogmas t'i bëj më interesante, me thënë drejtën. Okej, do ketë ditë që do jenë ditë ndoshta shumë të thjeshta, të zakonshme, por kjo është jeta, kështu është dita. E kuptoni, nuk kemi çfarë të bëjmë ndryshe, për shembull, nuk ke se sidomos kur është koha shi si sot, nuk ishte sot shi, po ishte shumë ftohtë. Do rish në shtëpi. Çfarë do bësh? Do filmosh ato në shtëpi. Unë do mundohem shumë që të bëj vlogmas çdo ditë. Më falni, do mundohem shumë që të bëj vlogmas çdo ditë. Inshallah ja arri qëllimit edhe kështu. Kështu njerëz, por ju këtu më lini disa komente, më thoni ato idetë e juaja. Unë kam thënë gjithmonë e mendoj që do shikoj njerëz se çfarë si ja bëjnë ato të tjerat vlogmas, si e bëjnë, si se bëjnë. Po kam harru jam nga që shikoj këto videot që nxjerrin gocat për dita ose njërë 2 ditë edhe si shoh ato. Edhe kështu. Kështu njerëz, vlerësojeni jetën sepse freksioni e ndan jetën nga jeta tjetër. Kështu se të kemi njerëzit, të kemi jetën mirë, të kemi shëndetin mirë. Tani unë ju përshëndes, edhe mos harroni të më bëni subscribe ju që po shikoni për të parë këtë video, sepse do kemi vlogmas çdo ditë edhe ju lutem shpërndajeni sa më shumë njerëz që të arrijmë 1K përpara datës 1 dhjetor. Edhe pse është pak e vështirë, do doja shumë. Tani ju përshëndes dhe ju uroj ditë të bukura në vazhdim. Do shihemi për vlogmas. Bye bye.